Shoqata e të verbërve sot në Kërçov shënoi 15 tetorin ditën ndërkombëtare të Shkopit të Bardh, cila simbolizon përpjekjet e qytetarëve të verbër për përmirësimin e standardeve të jetesës dhe të drejtave të tyre. Me këtë rast Zenel Zylbeari nga Shoqata e personave të verbër në Kërçov falenderoi komunën e Kërçovës për përkrahjen e dhënë dhe sigurimin e hapësirave të reja për funksionimin e kësaj shoqate, por ai po ashtu kërkoi edhe rregullimin e kushteve të tjera të cilat janë të nevojshme për këtë kategori personash. Po deri tash kemi pas, keni ditë gjithë opinioni, kemi munduar të ti plotësojnë ata kushtet në shprehje që na kanë premtuar që do të plotësohen persona, si për shembull parqindje nuk ka të mjaftueshëm për personat me handicap. Pa vështirësi. Gjithashtu kemi apeluar deri ke kryetari i komunës dhe komunës së Kërçovës të vendojnë sinjale me zanë, si në qytetet tjerë. Me këtë rast u lexua edhe referati kushtuar kësaj dite. 15 tetori dita ndërkombëtare e të verbërve dhe personave me shikim të dobësuar, siç njihet ndryshe si dita e Shkopit të Bardh, një ditë motivuese dhe reflektuese për kujdesje më të madhe ndaj personave të kësaj kategorie. Ne zgjedhjen e problemeve me të cilat ata ballafaqohen në jetën e përditshme prej vitesh. Shoqata e të verbërve në Kërçov është ballafaquar me mungesën e lokaleve, një problem madhor i shoqatës që pengon funksionimin dhe organizimin e aktiviteteve vjetore të shoqatës. Por fal mbështetjes së kësaj komunës së Kërçovës dhe kryetarit të saj Fatmir Dehari. Ky problem tashmë është i kaluar, sepse tani e tutje shoqata jon veprimtarinë e saj do ta ushtrojë në lokalet e ish komunës së Kërçovës, në ambiente që ofron kushte maksimale dhe efektive në përmbushjen e programet vjetore të shoqatës. Shoqata jon do të vazhdojë të jetë në mbështetje të anëtarëve të saj dhe në përmbushje të misionit për sensibilizimin e opinionit të gjerë, e në veçanti të institucioneve shtetërore, që të shtojnë për kujdesjen ndaj kësaj kategorie të shoqatës civile.